Mirë se vini. Tani, të gjithë e di mirë që jeta nuk është gjithmonë fush me lule, apo jo. Sot do të zhytemi thellë në letrën e parë të Pjetrit. Kjo analizë nuk do të trajtojë thjesht një tekst të lashtë të pluhurosur, përkundrazi, do të zbulojmë një burim të jashtëzakonshëm që na ofron një kornizë tepër praktike dhe një ngushëllim të thellë kur përballemi me vështirësi. Qëllimi ynë sot është të shohim se vuajtja nuk është asnjëherë fundi i historisë, por shpesh është pikërisht mjeti që formoson në mënyrë të rrënjësore karakterin ton shpirtëror. Shikoni pak të varg haps. Fjalët "na rilindi për një shpresë të gjallë" nuk janë thjesht poezi e bukur, ato janë një spirancë e vërtet. Ato na kujtojnë se edhe në kohrat më të errta, ne mbetemi të ankoruar. Dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë optimizëm të verbër, ku bëjmë sikur gjithçka është në rregull. Jo, është një siguri absolute që buron nga mëshira hyjnore, e cila i jep kuptim të plot çdo stuhije që kalojmë. Për t'i dhënë kuptim të gjithë kësaj, do ta ndajmë këtë rrugtim në 5 pika kryesore: konteksti vuajtjes, shpresa e gjallë, identiteti ynë i vërtet, dëshmia përmes provave dhe në fund kujdesi e përrysia. Le t'ja fillojmë menjëherë. Ndalesa jone e parë, konteksti dhe realiteti i vuajtjes. Për të kuptuar peshën e vërtet të këtyre fjalëve, duhet të shohim se kush po flet. Apostulli Pjetër nuk po shkruan nga një kullë fildishte. Ky është një njeri që e njihte dështimin thellësisht. Të gjithë e kujtojmë që ai e mohoi vetë besimin e tij nga frika. Por, dhe kjo është e rëndësishmja, ai përjetoi një restaurim të plot nga Jezusi. Pra, kur ai inkurajon besimtarët e asaj kohe në Azinë e vogël, njerëz që po përballeshin me një refuzim dhe persekutim të tmerrshëm shoqëror, ai e di fiks se çfarë po kalojnë. Ky është në thelb një manual mbijetese i shkruar nga dikush që e ka kaluar vetë stuhin më të keqe. Kjo na çon te pjesa e dytë, një shpresë e gjallë. Shpesh kur kalojmë në përvështërsi, mendimi i parë që na vjen është: mos vallë Perëndia na ka braktisur? Po, Pietri e përmbys plotësisht këtë ide. Shpresa jon nuk mund të varet nga rrethanat e jashtme që ndryshojnë çdo ditë. Këto sprova absolutisht nuk janë shenjë mungesës së Zotit, përkundrazi, ato përshkruhen si një proces rafinimi. Imagjinoni pak ari në furrë, zjarri nuk e shkatron atë, zjarri thjesht djeg çdo papastërti për ta lënë atë tepër të çmuar. Kështu ndodh edhe me besimin ton. Dhe ku na çoni gjithë ky zjarr rafinues? Drejt shenjtërisë. Tani, e di çfarë po mendoni, shenjtëri ndonjëherë tingëllon si një fjalë e paarritshme, ose sikur duhet të shtiremi si të përsosur. Por prisni, nuk bëhet fjalë as pak për këtë. Bëhet fjalë për jetën tonë reale, të përditshme, e cila ndahet qëllimisht mënjan për t'i shërbyer Perëndisë. Është një karakter që lartësohet hap pas hapi, me sfidave, e jo një perfeksion i rrem. Le të kalojmë te thelbi i gjërave me seksionin e tretë, identiteti i vërtet i krishterë. Të dish se kush je vërtet është thelbësore për të qëndruar në këmbë kur bota po rreth bëhet armiqësore. Shoqëria rreth nesh na thot se vlera jon bazohet te llogaria bankare, statusi apo lidhjet politike. Gjëra që mund të humbasin krejt papritur brenda një dite. Por identiteti biblik është krejt e kundërta. Ne quhemi një popull i zgjedhur, një priftëri mbretërore, e ankoruar thellësisht te Krishti siguri i qoshes. Kur jemi të mbështetur në këtë lloj themeli, literally asnjë krizë nuk mund të na rrëzojë. Kjo na kalon natyrshëm te tema e katërt, dëshmia përmes provave. Kur e dim qartë se kush jemi, mënyra se si përgjigjemi botës në presion ndryshon kryekëput. Por, kjo gjithashtu ngre një pyetje shumë të thellë: a mundet me të vërtetë dhimbja të na afrojë më shumë me krijuesin ton? A ka një qëllim kalimi përmes provave? Është një perspektivë që padyshim trondit pritshmëritë tona moderne për një jetë sa më të rehatshme. Përgjigjja që na jep teksti është e qartë. Vuajtja për shkak të së mirës dhe të së drejtës ka një kuptim tepër të thellë. Të mos keqkuptohemi, nuk po na premtohet një utopi magjike pas një dhimbje. Ajo që na premtohet me siguri absolute është prania ngushëlluese e Perëndisë pikërisht aty, brenda asaj stuhie. Është ajo prani intime që në fakt i shndron vetë lotët tanë në një bekim të thellë shpirtëror. Dhe për shkak të kësaj mbështetje të fortë hyjnore, jemi të thirrur të jemi gjithmonë gati. Për çfarë? Për t'u shpjeguar të tjerëve thelbin e shpresës që kemi brenda vetes. Por keni kujdes këtu, sepse ka një kusht. Kjo nuk bëhet asnjëherë me arrogancë, bëhet gjithmonë me një butësi të sinqertë dhe një respekt të thellë për çdo që na pyet, sado e vështirë të jetë situata. Tani, si reflektohet kjo në jetën tonë të përditshme? Është shumë konkrete.
Do të thotë të largohemi aktivisht nga mëkati, të jetojmë me një nivel të lartë vetkontrolli, veçanërisht kur do të donim të reagonim ndryshe. Do të thotë të përdorim dhuntit tona për të shërbyer të tjerëve. Por përbërësi absolutisht më i rëndësishëm, siç theksohet, është ruajtja e një dashurie të zjarrt mes nesh. Kjo lloj dashurie është ngjitësi që mban komunitetin të bashkuar kur jashtë fryn fortuna. Tani, le të hedhim vështrimin të ndalesa e fundit e letrës, kujdesi dhe përulësia. Si mbjetohet atij presionit kolosal pa u thyer? Ka një udhëzues shumë të qartë për ne. Së pari, të ecim në përulësi, sepse të jemi të sinqert, krenaria thyet menjëherë përballë sprovës. Së dyti, të rezistojmë thelbësisht çdo kundërshtimi shpirtëror që ndjejmë. Dhe hapitet, thjesht të qëndrojmë të fortë në besim, me një bindje të plotë se Perëndia është ai që do të forcojë dhe do t'i jap formën përfundimtare këtij karakterit e ne. Kjo na çon direkt te zbatimi praktik. Pra, si ta marrim këtë thesar kaq të lashtë dhe ta përdorim sot për sfidat tona moderne? Gjithçka ka të bëjë me vendime të përditshme, sado të vogla të duken. Le të zgjedhim të mos e braktisim shpresën kur gjërat errësohen. Le të përpiqemi të jemi një dritë udhërrëfyese me një mjedis që shpesh ditë jetë shumë cinik dhe më e vështira nga të gjitha. Të vendosim të tregojmë dashuri edhe ndaj atyre që na kundërshtojnë drejt për drejt. Kjo është mënyra se si prodhohet një karakter i cili mbijeton përtej çdo vështirësie. Ky varg këtu është realisht thelbi i ngushëllimit në gjithë këtë analizë. Hidhni mbi të gjithë ankthin tuaj, sepse ai kujdeset për ju. Asnjërit prej nesh nuk i kërkohet t'i mbaj i vetëm këto pesha kaq rënduese. Ekziston një ftesë e hapur që dorëzojmë çdo frikë, me sigurinë se pasaj qëndron një kujdes thellësisht personal nga krijuesi, për të na mbajtur në këmbë përmes flakëve të çdo sprove. Dhe teksa mbyllim këtë shpjegues bashk, dua të lëpas një mendim paksa provokues për t'u reflektuar nga të gjithë ne. Si do t'i shohim sfidat tona të sotme? Thjesht si pengesa që na dëshpërojnë, apo do t'i përqafojmë si mjete të fuqishme, vegla në duart e krijuesit, për të gdhendur një karakter shpirtëror aq të pastër sa të jetë gati për vetë përjetësinë? Mendojeni pak këtë. Gjithë të mirat.